Pra të dashur shikues, sapo ndoqët edhe një mini biografi për Florentin. Në fakt nuk do ta quaja një mini biografi, por më shumë një histori e një artisti që me të vërtet po lë gjurmë të thella në muzikën shqiptare dhe që po kultivon edhe muzikën e mirëfillt shqiptare. Pra janë me të vërtet fjalë komplet të merituara. Ndërsa tashmë e kam Florentin këtu në studio për të biseduar gjëra gjatë sigurisht. Florent, përshëndetje, mirë se erdhe sërish në Alcat. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi me qenë te ju, te ti personalisht. Faleminderit për ftesën edhe gjithmonë që nuk harron, edhe insiston me pas mu në këtë emision edhe me prezantu para publikut të Republikës, kështu që faleminderit sinqerisht. Patjetër, për mua është kënaqësi. Faleminderit ti në fakt që merr rrugën edhe që vjen pikërisht këtu edhe për publikun, sepse besoj edhe publiku pret me shumë vëmendje për dëgjuar edhe çfarë ke për të thënë edhe projektet e radhës. Me shpresë, po. Florent, me sa mbaj mend, domethënë edhe vjet ke qenë pak a shumë në këtë periudhë në emision. U lidhen seandet shumë bukur, shpresoj që kësi herë kemi edhe më shumë shka me shfaq, shka me shpalos, edhe shpresoj që nuk e tepër se herë në fundit të folë. Jo, lirisht, ti ke çfarë ke për të thënë, në fakt, dikush kur ka çfarë të thotë, sigurisht që do të flas, prandaj mendoj që edhe minutazhi nuk do të jetë i mjaftueshëm, megjithatë do të bëjmë një përmbledhje. Një herë më thuaj si filloi viti, ky vit 2026 për ty. Vitin unë e kam shumë interesant se viti fillon me ditëlindjen time, domethënë sapo e kam kalu edhe ditëlindjen e 37 më në fundi. Edhe 100 të lumtura. Faleminderit, shumë faleminderit. E filloj me festa, me organizime të ndryshme, me muzikë live gjithmonë, po e ku marrë një viti ka fillu me një detyrë ndaj vetës që me qenë ma punëtor pakës, me punu ma shumë me vetë vetën edhe me këto projektet e mija edhe po mdo këtë që ja ku ma arrit, normalisht që ka shumë ma shumë për të arritur, po ideja që atë minimumin që ja pa ta caktu vetës e ku më rria dhe ku më te kalu në disa forma, shu që jam shumë i lumtur, viti ka fillu me muzikë, pra, edhe me këto detyrat e vogla. Prap me muzikë edhe me argëtim, prap bukur ka filluar mund të themi. Definitivisht është gjëna nëse nuk e fillojmë vitin, unë të pak, nëse nuk e fillojmë me muzikë është shumë gjëna. E vërtet, shumë e vërtet. Vjetë kur ke qënë, edhe të kam pyetur si shkoi viti i kaluar, pra 2024, edhe ti ke thënë që edhe për shkak që u liruan edhe vizat, ke pas shumë lëvizje në 2024, të të pyes tash, vazhdon të e shiri, të të pyes tash si ka qënë 2025, a kanë qënë ato lëvizjet e shumta dhe ja shtetit, kret viti nëse e shohim? Absolutisht, nëse kisha mujt mi veçu këtë vetë është për shkak të këtyne udhëtimeve, se kemi pas diçka të re që nuk ka ndodhur asnjëherë domethënë në jetën time artistike ose profesionale, që unë jam qenë prezant në 3 shtete brenda vitit, më ka rënë me udhëtu edhe në Francë, edhe në Itali, edhe në Zvicër, goxha shumë edhe Gjermani, për arsye domethënë me muzikë kam qenë prezant andej, edhe ke për mu një diçka shumë e re, edhe jam shumë i lumtur që jam i aftë mi pas këtë lloj prezence edhe këtë lloj kërkese për njerëzve që po më ftojnë andajne, është shumë jam shumë i lumtur. Falenderues, mirënjohës dhe pafundësisht, për shkak se nuk ka dhurat më të bukur se sa me bu këto që pikërisht kur mblerësojnë edhe kur mundesh me bu ato që e don për një ma, edhe pse këto udhëtimet po ka të lëfarë surpriza, të lëfarë befasi të ndryshme kur pi kalon kufinin, çka s'po din me ndodh, kështu që bukur. A ka ndodhur ndonjë situatë shumë interesante që mund ta tregojmë? Po. Si vjet për herë të parë më ka ndodhur edhe me udhëtum kështu me makinë që kena udhëtum më shumë se 100-200 kilometra, po ke interesant se zakonisht neve na marrin, se artista na shoqërojnë gjithmonë, jemi shoqëruar, po si vjet e provum me qenë kompletisht shumë në kujdesin tonë, vetë kena marrë përsipër edhe rrugtimin, edhe fjetjen, edhe këto, me një udhëtim edhe ke shumë bukur se kemi vëzit në për viset të ndryshme të Francës, kemi shku deri te ajo shtëpia që kemi marrë, patëm një shtëpi me një kopsht shumë të lezetshëm, shumë bukur, dhoma të ndome, jemi shkri, kemi bu jetë studentore në Francë, gjë që interesant si... Të kishe munguar në basa ajo kohë. Pikërisht për shkak se unë si student kum banu me prindërit, nuk e kum pas fatin që fakulteti shumë afër, s'ka pas nevojë me shku larg, kjo ke shumë interesant se 3 gjakovarë në Francë u bënë,
kena shku në market edhe bleshin, po kjo nuk ke ma interesantja ke kjo përballja jonë e por me policinë kufitore në Zvicër, për shkak se ata dyshonin që na jemi tu përfitu kështu jashtëligjshëm saj përket po fati që na ishim me një mbrëmje humanitore atje dhe arritëm me dëshmu që jemi në rregull në fakt me letra, po çështja që na kanë mojnë një orë diçka jena intervistu për policisë dhe ke goxha si kleqme me thonë drejtën, po çka më bo, është pjesë e rrugtimit deso t'ja merr dorën. Sigurisht. Edhe ato e bëjnë punën e vetë, po edhe këto kalojnë. Megjithatë, kur shkon pastër, kur i veti pastër, ja ku kalojnë, një orë mbase ju ka marrë kohë, megjithatë keni shkuar dhe keni bërë punën që e kena një shansë për me praktiku gjermanishtën pakës me vonë me këta me kufitorë. Si u morët vesh? Pak gjakovarë që këshu? Ata pak gjermanisht me tekst francez, unë gjermanisht me tekst gjakovës, kështu që kombinim interesant. Me rëndësi jeni marrë vesh. Jena marrë vesh, absolutisht. Pra ka qenë një vit i mbushur edhe me udhëtime, edhe sigurisht do ta përmendim pak që përveç nga ana profesionale, ka qenë një vit i përmbushur le të themi edhe nga ana personale. Absolutisht po. Sepse e kurorëzuat së bashku me Vjosën, e kurorëzuat edhe martesën dashurinë tuaj me martesë, një dashuri që prej vitesh ju keni qenë bashkë. Absolutisht po. Unë edhe një herë kështu publikisht urime u trashëgofshit e një jetë sa më të gjatë të lumtur bashkë. Faleminderit, shumë faleminderit. Vjosën për ndryshe e kemi para se e kemi këtu në prapasken. Sepse gjithmonë mbështetja e Florentit sigurisht. Faleminderit. Nëse s'është fizikisht, është shpirtërisht e kemi prezant gjithmonë. Kjo një prej detyrave që ja pata caktu vetit që me kurorëzu të paktën me i tregu Vjosës që jam shumë serioza. Po du për një man mi kalu jetën me to, edhe fati që Vjosa tha po, nuk e më lanë dhe, se jem shumë i lumtur për këto. Është një prej dhuratave ma të bukura që e ku marrë si vjetë dhe e ka marrë një kuptim se jetën na e kemi fillu shumë ma herët bashketojmë, po si vjetë ka marrë një kuptim ndryshe se po punojmë që të dy për njëjtën ekip, po luajmë njëjtën ekip, edhe kena mësu me komuniku ma ndryshe, po keshim shumë ma shumë. Këto sfidat e jetës u bon ma të lehta, për një moment për pos që është partner bashkëshort, bukvalisht mi ndo shortin e jetës, mi ndo me to, edhe është një për i gjonave ma të bukra, masën e dasmën, veç për me folë për dasmën duhet një emision damas me bo se jemi knaqë, sinqerisht jemi knaqë edhe... Vërtet, ka qenë një dasëm shumë me Magnitse i kampana ato videot tuaja, me të vërtet shumë e bukur, dhe më thanë, reflekton ajo dashuria që keni nda njëri tjetrit. Është një prej senave ma të bukra që nuk jemi brengos shumë për pamje, so jemi brengos shumë për mbajtjen e soj, kemi thirë shoqe edhe të afërm që i dojmë dhe na dojnë edhe ata me shpresë, edhe kemi hongër, kemi pi, kemi festu, se misioni jonë ka qenë me u knaqë në dasmën tonë edhe me festu / celebru dashnin e jo në i tradit, jo kështu me u marrë me marrë nusën ose me këto këtë, vetëm kurorëzimin e kena bo me një grup të vogël të familjarve, shumë bukur, gjithë shka u konë, s'pëdi, si mi pas, as në ndër s'kisha mujtë mi po që është qaq bukur një sanë qaq i thjesht, po merë ke kuptim, ndryshë ku është personi duhur, ka steje që është. Sigurisht, ajo ka të bëj, sepse në fund të fundit ajo është më e rëndësishmja. Teksa flasim sigurisht për dasmën, një dasëm e thash edhe më herët, shumë e bukur, dhe thash reflekton dashuria, prandaj dele daq bukur edhe dasma, megjithatë dua të të pyes sepse ti edhe këndon edhe në për dasma, edhe së fundmi besoj që edhe kërkesat janë rritur më shumë. Mendon që ka ndryshuar edhe mënyra si e shohin të rinë tash dasmat, si i bëjnë dasmat, sepse the që edhe ti vetë nuk ke dash me tradita me këto... Na e kemi bo një balans të shnosh mes ato që ka dim, dhe më thonë që ka presim na që të jetë një dasëm tipike të paktën të qyteteve tona ku kina lindë dhe jemi rritë. Une dasmën gjahovore, ku më dasht me i marë matë mirat, për i dasmës gjahovore dhe normalisht për i dasmës kumanovore, me i marë... Dhëndër kumanove. Dhëndër kumanove, qka do që po edhe dhëndër e Prishtinës, edhe është gjysmën e familjes e ka nga Prishtina, kështu që me i kombinu matë mirat për i kësoj tradicionales, nëse mujnë me i qujtë edhe me pru në kohën e re, kohën e moderne, edhe mos me hum kohë me tradita
po thëmë koti kushtimisht, po me festu dashnin. Dosmat kanë fillu fati, kanë fillu me ndryshu, unë jam shumë i lumtur për këto, për shkak se në radhë të parë, vajza, gruaja, femra merr një pozitë këtë ndryshe. Tash është më e fuqizume, është vendimarrëse, gati e barabartë me partnerin, në të paktën ata që i njihoni janë të barabartë absolutisht. Edhe jam shumë i lumtur për këtë sepse femra shqiptare nuk është më vetëm një diçka e skajshme, ku merret vetëm me prapaskenat, me kuzhinën, po sot është fituesja e lekëve, financave, e menaxhon shtëpinë, e pavarur absolutisht financiarisht, edhe e edukuar, arsimuar absolutisht, edhe për këtë jam shumë i lumtur. Kjo është një pasqyrë shumë e shnosh e lëvizjes ose e përparimit shqiptar ose të femrës shqiptare. Për këto po e shoh që edhe dosmat kanë filluar me ndryshu, për shkak se njerëzit që po martohen nuk janë më në mbikëqyrjen e familjarëve të vjetër. Gjë që nuk është domosdoshmërisht keq, se edhe unë i kam dëgjuar prindërit për disa kërkesa që i paten ata, edhe pse minimalisht, po prapë se njerëz mund t'i shmangësh. Është gjëna me kësi se prindërit nuk bën me lënë jashtë këtij procesi, për shkak se ata kanë me vazhdu me qenë pjesë e jetës sonë, edhe kanë me animu me këshillat më të mira kemi me i marrë prej tyre kur të krijojmë familje, kështu që s'bën me lënë anash ata, është mirë me pas pjesë të jetës, po vendimet duhet i marrim vetë, edhe ata duhet me na lënë neve edhe me gabu, po edhe me pas sukses. Do të thonë, pse ata e kanë bën në një mënyrë para 40 viteve, do të thonë që na duhet me bën njëjtë. Këngëtarin duhet me eftu vetë qifti, sepse vetëm qifti e ka vizionin se çka do t'jetë dosma e tyre. Dojnë diçka ma moderne, dojnë diçka ma kombinim të tradicionales me frymë moderne, me ngjyra moderne, me njerëz që vallëzojnë pak ma ndryshe, edhe kjo është qelsi, po mënyra që karakterizohet muzika jonë. Kur don me bëu dikush diçka pak ma ndryshe, zakonisht unë jam njëri prej atyre që e ofroj këtë çështjen më ndryshe. Kemi rock, kemi jazz, kemi muzikë latine, kemi DJ që ofrojnë pak më ndryshe, edhe kjo ka qenë formula e suksesit deri më tashti. Edhe jam shumë i lumtur çka ka ndodhur si vjet, edhe po pritet që në 2026 të qenë edhe më shumë, kënaqen nga nga vlezërit tonë, nga vlezërit e motrat tonë, nga shtëpia e gruas. Nga shtëpia e gruas, po, kemi shumë ftesa nga Shkupi, nga Tetova, edhe jam shumë i lumtur që do t'jem edhe si vjet edhe më shumë prezent tek nene, me disa dosma moderne, me një përqindje të vogël kështu tradicionale, edhe me nxis po pres qysh ka me dole, ose është sfidë edhe për mu, i kam do kongë favorite që me nxis pres me i knu edhe me i pa qysh po reagon publiku me dëgju me theks Kosovës skuta që e cacës të knu, ta shojmë. Dhe kom dash edhe këngë tetovare edhe sigurisht që ajo po besoj e bën edhe ma interesant me një muzikën, një muzikë që e rriti të ripërpunuar ose nëpërmjet prizmit të një këngëtari që nuk është i familiarizuar me atë muzikë, kështu që ajo është. Do t'jetë interesant, po besoj është edhe një lloj përgjithësie, sepse është dita më e lumtur e çiftit, apo? Absolutisht, për mu unë e marr ndoshta shumë seriozisht e marr, ose edhe ma seriozisht se çifti e marr, për shkak se unë mendoj që jeta e çiftit, ndoshta është pak egoizëm nga ana ime, se unë mendoj që dosma e përcakton një pjesë, një përqindje goxha të madhe të jetës, se qysh kësi kujtimet që krijohen aty në dosëm, edhe ta jep një shtytje shumë interesante, se unë e di kur e kemi krij dosmën, unë më konë në re, fliturojsha, dhe më thonë, nesërmen jemi shkejnë për qytet, ka do që jemi shku, kemi lënë shumë bashkë, jemi konë shumë për qefit, kemi përqaf shumë njerëz, kemi dhuru për qafime, pse, sepse dosma jam ka shku mirë, edhe një shtytje shumë madhe nga ka jo kjo event, kështu që jam shumë i vetëdijshëm që një dosëm ka përgjegjësi tepër të madhe, edhe duhet me shku mirë
brenda mundësive tona, dhe më thonë, shka muim na me bu. Sigurisht pjesën që ti mund ta bësh si këngëtare, sigurisht. Pikërisht. Po, e vërtet në fakt kjo që thej, sepse mbase e shohim se hajde se dasëm do kalojë shpejt, por që shpesh ka ndodhur më herët që gjithë janë kënaqë në dasëm, çifti nuk është kënaqë asnjëherë, që tashmë ka ndryshuar kështu zotit. Pikërisht, kjo është një prej sfidave që unë e vënoj në prioritet, që çifti duhet me u kënaq ndoshta ma shumë se mysafirët, me shpresë. Unë e di që ata brengosën, edhe prindërit brengosën, edhe familjarët e ngushtë, është stresi sa kanë ardhur. Këta janë të ëmbël, këta janë të pushuar, të kalu mirë, po ideja është që dasma duhet më bu për çiftin dhe për kërkon tjetër, për asnjë arsye tjetër për pos me festu dashninë aty në djemve dhe vajzave, edhe me u knaq ata, me vallëzu ata me muzikën e tyre, e nëse mysafirët janë me të vërtet dashamirë të çiftit, edhe ata kanë me reflektu edhe kanë me që po knaqet çifti edhe kanë me bashkangjit në knaqësinë. Shumë e vërtet, sepse ka të bëj edhe energjia e çiftit edhe pastaj marrin energji edhe pjesa tjetër. Florent, njerëzit sigurisht që ty të njohin më së shumti prej The Voice of Albania. Ne kemi folur, ti e ke folur këtë temë dhe nuk dua që të ndalem shumë, por që doja të pyes nëse të kthej sot në atë kohë. Çfarë do t'i thoje ose si e sheh atë periudhë dhe çfarë do t'i thoje Florentit të atëhershëm? Mos me u brengos shumë për do detaje specifike, se ju brengos shumë për pamje, jo për pamjen fizike, po për pamjen se disa detaje të vogla vizuale në televizion, edhe me u kujdes qash shumë, po sa me u kujdes për muzikën, vish me prodhu sa ma shumë, edhe me qenë edhe ma shumë aktiv, me kërku edhe një farloj ndryshimit mendjes, me ndru mendjen pak e se populli shqiptar qashtë sa është mu mi ka hop dyrë, dhe më thonë e ka hop zemrën e më ka pranu shumë, po unë se kom kuptu dhe i vonë ku ka qenë sfida që ata përderisa më ka njoftë si prej televizionit nuk më ka njoftë si këngëtar i mramjes, i netve live. E kjo ka qenë sfida e por, dhe më thonë në 2-3 vjetë i ku më kalu duke ju dëshmu njerëzve që unë jam okej edhe në muzikën live, e kjo ka qenë me pas, me këthy kohën, me i tregu vetit që ajo është rruga. A di më shumë kohë, shkom direkt të muzikën live, dëshmoja aty, edhe ishë bo shumë malet, isha konë 3-4 vite në plus, tash të isha ma ndryshme. Me gjitha të je, në muzik live je gjatë gjithë kohës, tash po. E që në struk nuk të kemi pak këtë kohë në fundit, kështu që duhet sa më shpejt, Florentin, në struk ta kemi sa më shpesh. Struga është një prej befasive më të bukura që kemi pas në jetë, se nuk e kemi prit, nuk kemi ditë, kur jemi nisë prej Kosovës, nuk e kemi ditë çka na pret në strug. Veç e di këto tregimet e hallës, se halla ka qenë martuar në strug, edhe më tregoj ke këto shumë pak një farë misteri u konë për strug, shumë larkë t'i ngloj këtë struga, edhe theksi ujë është shumë specifik, e kur patë mardhën u pata befasu definitivisht nga maspori nivelli intelektuali njerëzve, unë e kom pas fatin me i taku disa njerëz që janë në aspektin akademik, do arkitekta, do kësi që thash, wow, ku me marrë me pas si shqiptar, gjithandej sa ma shumë me pas si njerëz, buk falesh njerëz që mund është me u krejnu me ta që na përfaqësojnë në Evropë, në botë kudo, edhe mase në të shia e muzikës, pak të në ato vende ku unë këmë këndu, ju në konë e adhërëshën muzikën rock, e adhërëshën muzikën latine, e adhërëshën muzikën shqipe të pastër, edhe unë ju më ndi si në shpe, ju më ndi me të vërtet artist, i pritur mirë, i pranuar në gjitha aspektet, po mbi të gjitha publika ka pas kërkesa edhe ka pas nivel, që ajo më pëlqejke shumë që kishin kërkesa, e dishin, dhe më thonë një publik që ka kërkesa, e din çka është mirë, edhe presin për te që ti me arrit qatë nivel të ekselencës, për të më kështon... Me gjitha të janë përshtat kërkesat me lojnë e muzikës që bën ti, sepse ndonjëherë besoj të ka ndodhur që të kërkojnë këngë që... Po, absolutisht, jashtë konceptit, brenda natës është 80-20, 80 bojnë muzikë shka kemi qef kështu, me të vërtetë shka kemi qef, 20% që është gjithmonë se mesatorja popullit është që ashtu, nuk funksionon një muzikë për krejt, edhe unë e kove të fundit këmë fillu kështu pakës ma gjën, pakës për marë. Florent, unë dua të ndalem para se të shkojmë edhe te festivali i RTK-s, ku ti së fundmi, domethënë ishte në nëntor të vitit kaluar të 2025-s, dua të ndalem që ti ke qenë në fakt edhe te festivali i RTS-s, në
nëse s'gaboj festivali 59 i RTS-s. Disa herë jam konë aty 3 performanca i kom pas në festival. Për herë të fundit ishte te kjo me vajza, po, nëse s'gaboj. Po, vajz, konga Bledi Shishmanit pikërisht me këngën vajz. Po, ka qenë një këngë shumë e bukur, qëllimisht unë dala pikërisht te kjo, sepse më ka pëlqyer shumë performanca që e ke pas, sepse ka pas edhe një interpretues i gjuhës së shenjave, që nuk e shohim zakonisht në festivale, në skena, është diçka shumë interesante. Kjo ka qenë një prej kërkesave ose insistim i kompozitorit të këngës, Bledit, edhe jam shumë me fat që aje ka pas këtë ide edhe unë e kumë përqafu kështu jashtëzakonisht me shumë qef edhe me shumë shpejtësi e kumë pranu me njerë si më ka thonë, për shkak se kemi nevojë për përfshirje të njerëzve me çfarë do lloj aftësie të pak më të mangët që e kanë. Komuniteti është shumë ka shumë nevojë për mbështetje nga ana jonë, komuniteti ka nevojë edhe për qasje në televizion. Do të thonë me bë më normale ekzistencën e tyre edhe praninë e tyre në televizione. Unë kur jam qenë shumë i vogël kum pas probleme me dëgjim kohë pas kohe, e di çush është, unë vetëm gjysmën e dëgjimit e kum humb për një kohë specifike, edhe e di sa të merr është edhe përmendoj me humb kompletisht dëgjimin se çush duhesh me u gjend në botë, e kur erdh shanca me pas një diçka edhe me ranë kontakt me komunitetin e njerëzve që nuk dëgjojnë është keni dhuratë fantastike, edhe jam shumë me fat që i kum taku ata njerëz për kthyesit edhe vetë atë djalin që ka performuar me neve, është një prej gjanave më të bukura që më ka ndodhur, edhe jam shumë kënaqur që jam qenë pjesa e asaj, edhe pse s'ka qenë ideja ime, është Megjithatë, ti je përshtat idesë dhe ke shkuar sipas idesë dhe prandaj unë desha që ta përmend sepse me të vërtetë është diçka shumë e veçantë. Mendoj që ndoshta duhet të bëhet të normalizohet edhe pak kjo, sepse edhe vetë në skenë performanca duke shumë e bukur teksa ishit të dy, ai interpretonte dhe ti teksa këndoje. Është një prej scenave definitivisht shumë bukur që ka ndodhur, shqyr që edhe sikur mos isha konë në pjesë aty isha lumturu barabartë se isha gëzuar shumë që kemi diçka të tillë. Kum pas fatin edhe me një performancë tjetër diku në Kosovë, kështu një mini projekt ka qenë ku plot artista nga Kosova kemi interpretuar bashkë me njerëz të komuniteteve të ndryshme, kemi komunikuar në gjuhën e shenjave, gjë që është shumë gjë e bukur, edhe empati shumë në qef pa ta fillu pakës kështu me tentu me mësu gjuhën e shenjave, edhe pse është vështirë për shkak se standardet ndryshojnë. Shqipëria e ka standardin e vet, Kosova e ka standardin e vet, s'ki ku me mësu bashkë, është interesant, po kisha pas qef me qenë ma shumë prezent të ky aspekt. Sigurisht, për të pasur edhe një inkluzion, le të themi inkluzivitet që të jenë të gjithë një përfshirje që të ketë për të gjithë komunitetin. Prandaj thash, e përmenda që desha ta përmend pikërisht këtë performancë, në fakt edhe shikuesit e pam pak edhe tek pjesa e biografisë, kështu që diçka shumë e bukur. Përsëri, para se të ndalim të RTP-ja, do ndalim edhe të diku tjetër, që është koncerti i Yll Limanit këtu në Shkup, që edhe ti ishe dhe këndes ka pas një atmosferë magnitse, në fakt, edhe këtu në televizionin Alsat, në rrjetet sociale, u publikua një video, në fakt, të disa këngëve që i ke kënduar ti dhe shkruante Florenta Brashi ndez atmosferën në Shkup. Si ishte ky koncert, si shkoi? Është për një farloj perfeksioni, ku kombinohen disa faktorë, lidhen shumë mirë, mas pari e kam një lidhe emocionale me Shkupin, se qysh herët kërë më konë shumë i vogël, shumë i ri, gitarat e para i kom provu në Shkup, edhe këtu ku një farloj ondre me ardhë dhe me provu gitara dhe me këqyr instrumentet të reja, dhe ta shkoj shanca me performu me një skenë të tillë. Në Shkup keni farloj thirrje mrapa kështu te ato momentet kur kom ndru me qenë muzikant, edhe arrita me një numër kaq të madh të njerëzve, po mas pari ata njerëz kanë në disponim edhe me zemër shumë të hapur, edhe më kanë pranuar mua jashtëzakonisht mirë se efekti ke fantazi, domethënë bërhoritjet e njerëzve të thirr, komentet e njerëzve, mesazhet që ku marr ka qenë fantazi, ajri ka qenë i elektrizuar, edhe fati
nuk është vetëm puna ime, po është normalisht edhe puna e yllit edhe ekipit menaxherial të tyre, po edhe stafit teknik që ka qenë aty, sepse kushtet i kemi pas fantastike, u konë një verë, kështu një natë vere perfekt që është vepra ëndra një natë verë është fantastike, u konë gjithë shka ju konë një farë konvergjence e gjithat bukra dhe ka ndodhat natë, edhe me konë në super disponim, super energji, e që ajo masë në si shduket është transferu të njerëzit, edhe ata kanë reagu ku marë komente tepër të bukra për njerëzve, edhe jam shumë me fatë që kum arrit me qenë pjesa asaj natë, se për pak kena qenë shumë ofër me dështu, po në fati që u regullun datat edhe kem aty prezent edhe u gëzova shumë. Dhe besoj që tash do shohim edhe në shumë koncertet të tjera, dhe pse jo dhe një koncert të ndin ta bëjë që ta kemi. Jam e ku marrë një, dhe më thonë, gjatë vitit e mëra me bashkëpunu me disa njerëz, edhe tash tje kom shumë matë kjarë se qka duhet, kjo logistika mëra pa duhet me pas për asysh që është goxha e lotshme me organizu një koncert, e duhesh me pas njerëz të dur, po mbi të gjitha qasin e dur edhe synimin e dur, se qka përdojnë me arrit, unë e kësha pas që jemi bo diçka ma intime, ma e vogël, ma organike, edhe mu konë qata që më njohin personalisht me pas një performancë, po normalisht e televizuar, duhet me pas kamera aty, edhe produksion profesional, edhe me bo një farë muzike ku ato këngë që këndohen aty kanë me qenë një pasqyrim i muzikës që unë e kom mrena. Qka jam rrit me qka synoj, qka ma në gjallë, qka më sfidon, qatë natë kësha pas qef në qatë formë me shfaqë. Sigurisht edhe ne e presim edhe këtë mbrëmje, që besoj do t'jetë një mbrëmje shumë e bukur, dhe mos e le edhe shumë gjatë, se tash mezi presim edhe ne që t'i dëgjojmë. Tash ja ku marrë dorën projekteve të mdoja, ka dal dole. Po, pa tjetër. Do dua të kërkoj në fakt nga regjia që të shfaqim surprizën e parë që kemi për Florentin. Një nga shokët e ngushtë të Florentit, nuk tha fjalë, por vetëm deshte që këtë mesazh përmes melodisë. Kjo në fakt është melodia e këngës në RTK, apo? I erdhi momenti që të flasim dhe për këtë. Në fund, intron shumë bukur, shumë faleminderit për këto, se pas na ditë se më shkoj menja, kurse si se më shkoj menja për këtë formë. Kjo është konga që pata shkru para sa kohë, po i erdhë koha më në fund me përpunu edhe falë bashkëpunëtorëve, ashtu edhe producentave edhe djemve që bëjë muzikuna, arritëm me qu me një nivel shumë bukur, po Florini Foki pas ka ndreq edhe ma bukur, se ja pas ka jop një shije shumë ndryshe, ma ofër muzikës klasike, tepër bukur. Faleminderit për këtë. Edhe kënga në fakt shumë e bukur, pjesëmarrja jote në RTK, na trego pak më shumë detaje, si ka ardhur ky tekst, sepse e the që ka qenë e përgatitur më herët, dhe di që është dedikim. Është dedikim, po, konga u shkru, do më thonë ma herët, po unë nuk kisha fort vullnet me u marrë me këtë kongë sidomos me anë për shkak të festivaleve, për shkak se ku marrë një shije jo fort mirë, por festivali e RTK-s duke qenë që është në fazat e hershme të tine, hala nuk ka marrë një qasi shije ose një qasi drejtimi, edhe po shpresoj që nuk e merë kur me u bo kështu transakcionale, me fitu njerëzit pse paguin, le të them, shumë po kom qenë me mbet i pastër festivali, edhe me shku sa ma mirë, sepse si vjetë ka qenë një prej më të bukurve, e di që kanë te kalu në çdo aspekt kështu vetveten, kanë bo skenografi fantastike, organizimi u konë shumë i mirë, po fati që fillova me u marrë, të më thonë koka më
pas çliru, u bonën shumë mirë, se u bo dasma, u hekni gajle shumë e madhe, ju në regullu edhe disa sene kështu personalisht, edhe erdhë mundësia me fillu me mendu për kongën, edhe kur e pash që u hap kjo drejtoria për me apliku, thash pse mos me bo, ta shohim pak të ndej me çfarë niveli po arrim me çu kongën, edhe masen edhe një ditë jum taku kështu krejt pahiri me drejtorin e festivalit, zotërin Florent Boshnjaku, i cili edhe ai pat fjalë shtytse kështu më tha, çka i tu prit, hajde gjithçysh si vjet është edhe ma bukur, ka më konë shumë mirë, ka më vlejt, provo gjithçysh ta shohim çka po del, edhe fati që u punu ashtu që u punu, edhe pata shumë fat se edhe jurisi pëlqej, publikut i ka pëlqy, po mbi të gjitha asoj vozës që ja kum dediku këngën, edhe asoj ka pëlqy që ajo është me rëndësi, është një prej, teksti është i konceptuar në atë formë që është betimi im për jetën që e kemi marrë së bashku, edhe këto detyra që e kom caktu vetit që edhe pse jeta mundet më bëjë ma e vështirë, do t'jetë ma letë nëse rrim për njëri tjetrin aty edhe kena me ashtë fridorë njëri tjetrit për me bo që t'jetë ma të letë, kështu që edhe ma të bukur, jo vetëm ma të letë, po ma të bukur. Sigurisht. Pra përveç dasmës, edhe kjo këngë në fakt e ka kurorzuar atë dashurinë tuaj. Kjo është si lloj dhurate për dasëm, kështu, po edhe publikisht me dal me një dedikim dashnije që jo ke edhe për mu një farloj testi, sepse unë nuk është që jam shumë publik kështu me këto me pohimet, me këto fjallë të mdhaja të dashnisë, kjo ke pak ma për t'ja të reguar edhe publikisht dashurinë që t'i ke. Por ti nuk je vetmi që e të regon dashurinë publikisht, kështu që do lusë Regjinë nëse ka mundësi edhe surprizën e dytë. Hajde, okej. Ti bona i sana. Përshëndetje gjithëve, unë jam Vjosa, desha një mesazh shumë të shkurtër, duke ju uru një ditë të mbar edhe mision shumë suksesshëm për personin që e kemi në studio, që qëllon të jetë partneri e jetësime, kam veç dy fjallë. Është një ndër personat më të veçantë që kam taku, dhe është gjëja më e bukur që më ka ndodhur në jetë, kështu që ju dua. Love you. Keep on shining. Vjosa sigurisht që e kemi këtu sepse ajo është gjithmonë mbështetja jote, por që e di se sa vështirë ka qenë në fakt që ta realizoj edhe këtë për të dalë publikisht, sepse dëshiron shumë që të qëndrojnë në prapaskenë, e kemi diskutuar. Kështu që besoj ishte shumë e bukur edhe kjo që shumë nice. Faleminderit shumë për këto, faleminderit. Se prita edhe kjo shumë më zoni befasi kështu. Tu marrë parasysh që nuk është shumë person publik edhe ka që më najtë në përpavi që është tha, po kjo merë shumë godzim edhe falenderoj te për shumë, po edhe ty që pas ke shty edhe kërku një gjatë të tillë se nuk kanë arrit shumë njerëz me nxjerr për kësaj shumë bukur, shumë. Po mundova që ta binte dhe unë sigurisht që e falenderoj Vjosën edhe publikisht edhe këtu në fakt sepse kemi këtu, e falenderoj shumë që nuk ma prishi për të surprizë, sepse edhe shokët e tu në fakt i kontaktova edhe përmes Vjosës, por që nuk kemi mbaruar, kemi edhe një të fundit, sepse nuk dua që ta lëm pa e dhënë, jemi me minutazhin mbas edhe pse ngushtë. Megjithatë do t'japim, kështu që lusë Regjinë që edhe surprizën e tretë. Hajde. Përshëndetje Florent, çka kujton kjo intro? Çfarë të kujton, të pyeti çfarë të kujton kjo intro? Kjo është intro e Dream On, e kongës që ku marrë pjesë në The Voice. Kresh është një prej shokëve të ngurtë bashkë me Fokin edhe disa tjerë që janë pjesë e komunitetit gitarës, këta janë kitarista klasik. Unë e kom fat që i kom në jetë këta, edhe fat që është edhe Vjosa pjesë edhe muzikës klasikës, edhe Vjosa ka studiu violin ma herët. Janë shokë që ndaj
përditshmërinë me ta hallet e gitarës, ëndrat e shtyjnë njëri tjetrin, po Kresha dhe Foki, domethënë Kreshniku dhe Florini kanë qenë një prej shtytësit kryesor, sidomos si vjet që unë me prodhu ma shumë sene origjinale, edhe jo veç muzik live, po kështu me dal me klipe, me kësi gjana, kështu që jam shumë falenderus. E kjo intro e Drimon më kthejte ajo koha e voice-it ku kena ku marr pjesë të ajo, ka qenë një farë sfide shumë interesante, një ëndër e përmbushun mas 4 muaj, kështu që kena punu jashtëzakonisht shumë, ka qenë goxha vështirë, ka qenë e lodhshme, po një prej seneve më të bukura që më ka ndodhur në jetë, edhe Kresha është super gitarist edhe shumë bukur që e pash nëpërmjet tine të lujtun këtë këngë, shumë Edhe unë i falenderoj shumë në fakt edhe që u bën pjesë e kësaj surprize, pra nuk nguruam për ta bërë edhe këtë. Në fakt ajo ka qenë po kënga që të hapi dyert, kënga që ti në fakt e fillove atë rrugtim dhe që përfundoi me fitoren tënde sigurisht, zëri më i mirë i shqiptarëve. Megjithatë, duke qenë se jemi nga fundi, Florent, unë dua të të bëj edhe një pyetje që mbase mundet edhe një mesazh. Cila ka qenë gjatë rrugtimit tënd, sepse ke arritur suksese, sigurisht famën, çfarë të ka mësuar fama, le të themi, teksa flisnim se sigurisht ato ishin edhe shokët e tu, por të pyes çfarë të ka mësuar fama për shoqërinë, le të themi, për miqësinë, për familjen, edhe për shumë gjëra të tjera që nuk e ke menduar më herët që do t'i mësonte ose do t'i shihje në këtë mënyrë. Fama është një barë shumë interesante, është, kësha mujtë me thonë thik me dy teha, është t'i qelë shumë dyre dhe të mundëson jashtëzakonisht shumë sene, ta bën jetën ma të lehtë, po në anën tjetër edhe ka shumë pritje ndaj te, domethënë, pritet ti me qenë një farë lloj personi specifik. Krejt varet qysh paraqitesh qysh në fillim, qysh kamera kur vendoset për herë të parë në ty, qysh që atëherë fillon ajo pritja edhe njerëzit fillojnë me kriju një përshtypje për ty, edhe ti nuk guxon më me qenë as arrogant, as nuk guxon me qenë i mbyllur, as nuk guxon me qenë jo i qeshur, po gjithmonë duhesh me buzëqeshje, me dur të hapura, me zemër të hapur, me i prit krejt njerëzit, edhe ata kanë me ti tregu hallet e tyne, kanë me ta hap zemrën, kanë me t'i jap edhe këshillat pa nevojshme, po edhe shumë të nevojshme, kanë me t'i jap kritika super të pa nevojshme, po në të njëjtën kohë kanë me qenë ata që kanë me t'kallëzu cila është rruga për me njek që me pas ti me vazhdu me pas sukses, kështu që është një farë miksi shumë interesant. Kjo është fama është shumë interesant, se edhe të nimon edhe të blokon për disa sene, po shoqëria mbi të gjitha, nëse ata janë shokë të duhur dhe shoqët të duhur, ata kanë me të pranu, edhe nuk kanë me lonë që fama me hi në mes. Këshilla vetme është me tentu me i po shokë se cilët janë të vërtetit, edhe me najtë ofër tyre me ushqy, me vazhdu se fama nuk duhet me qenë asnjëherë me qenë një shkak që ti me u largu për shoqënisë, familjes, për partnerëve, ata që i donë me të vërtet, ose prej punës tonë që e donë me të vërtet, kështu që fama interesant, me thik me dy teja. Sigurisht, por që ty nuk të ka ndryshuar si person? Me shpresë, me shumë po shpresoj që nuk im ka ndryshu, tentoj me majt kontakt me qata njerëz që e di që janë me të vërtet kështu të sinqert, në dashninë e tyre, në kujdesin e tyre, familjen gjithmonë e kam si pasqyrë për para për shkak se familja mi jep kritikat e duhura edhe familja dhe partnerja. Janë të vetmit njerëz që i lejoj me më jap kritika për shkak se e di që ata janë të vetmit njerëz që më shohin që kanë qef me më pa mu ma mirë. Sa më lart. Kështu që sa më lart, kështu që ata lejohet me jap kritika. Florent, për fund, dhe më thanë vetëm shumë shkurt, çfarë të presim nga ty, projektet e radhës? Projekte më të mëdha, ma shumë kong, ma shumë një klip, gjithë qysh një klip, pak ma ndryshe, ma shumë ngjyra, ma shumë performanca, instrumente të reja, ka me ble shumë gitare të reja, në nxis po pres, edhe thjesht ma shumë muzikë, pak ma originale, muzikë originale, sa ma shumë si vjetë. Kështu që kjo është... Pra do e shohim Florentin në disa dimenzione, le të themi në atë originalitetin tënd. Pikërisht, kjo është që ato shka po pres për vetës. Unë e po pres, ju vetëm ju, unë po pres për vetës. Po kur prej ti, pas të presim edhe ne, kështu që edhe ne shpresojmë shumë edhe të urojmë shumë suksese në fakt edhe në rrugtimin tënd, e sigurisht edhe në jetën personale, le të mbushet shtëpia kur thon shqiptarët. Kështu që ju uroj jetë të gjatë të lumtur përsëri dhe shumë suksese. Faleminderit
Faleminderit shumë që të kisha, ishte shumë kënaqësi, faleminderit shumë që morë rrugën të vish për Prishtinë këtu. Gjithmonë, është kënaqësi, befasit nuk ku marrë ndonjëherë një sasi të tillë të befasive, mu moshën edhe syt lot, faleminderit shumë për këtë emocion, është gjithmonë dhurat, domethënë me kësaj me qenë këtu me ty dhe me qenë në këtë televizion, faleminderit që e bën gjithmonë si dhurat, kështu që. Faleminderit shumë edhe për teje, faleminderit. Të dashur shikues, këtu do ta mbyllim këtë epizod. Ju nesër do të jeni së bashku me Prizmën, me kolegen Flora Shabani dhe sigurisht në ditët në vazhdim do të shihemi sërish. Ju uroj një pasditë të këndshme e bashkë mirupafshim.